këtë kuptojmë nga kolegja Djelza Berisha. Djelza, lidhja është për juve. Para pak minuta gjykata këtu në Ferizaj e dha dhe aktgjykimin për rastin e Blerim Sinanit, pra i akuzuar për veprën sulm seksual, të cilit gjykata ja dha 16 vjet e 6 muaj burgim, pra për veprën penale sulm seksual. Sipas aktakuzës, tashmë dihet, gjatë vitit 2024, 42 vjeçari kishte kryer veprën penale të sulmit seksual ndaj 3 djemve të mitur të moshës 12 e 13 vjeç, të njëjtit ai thuhet që kishte dërguar në përbodrume të disa lokaleve dhe prej aty kishte kryer disa akte seksuale. Ndërkaq siç dihet, ai ishte shoqëruar me këta djem gjatë punës që ai kishte bërë në një lokal këtu në Ferizaj, ai kishte takuar ata në rrugë. Mënyra se si e ka kapur policia është pikërisht në vitin 2024, i njëjti po i dërgon tek këta të mitur në një pishin të qytetit dhe kishte thënë se do të shkojnë aty për tu argëtuar e në fakt kishte pasur këtë qëllim tjetër. Në ato momente, këta fëmijë, derisa po kalonin me taksi, kishin pa një njësi policore dhe prej aty kishin bërë me dorë, për çka edhe policia e kishte ndalur pra në këtë rast të Blerim Sinanin të pandeurin që sot vetë se u dënua me 16 vjet burg. Prej aty kishin filluar të gjitha hetimet për të, ku policia kishte siguruar dëshmitar e përgjime të shumta lidhur me gjitha akuzat që vetë se ishin dhënë qoftë nga fëmijët e dhunuar e po ashtu edhe nga të tjerë dëshmitarë që kishin arritur të shohin, domethënë e të ndëgjojnë lidhur me rastin. Për këtë gjë, në fakt, i pandeuri ishte i pakënaqur. Në këtë rast avukati i tij tha se do dërgoj edhe një ankesë në gjykatën e apelit, meqense sipas tyre nuk janë vërtetuar të gjitha provat. Ndërkaq një histori me të zgjeruar ta sjellim në edicionin qendror të lajmeve me të gjitha detajet e aktakuzës. E qartë Djelza, faleminderit shumë për këtë paraqitje.